çfarë mendoni se do arrijë në fund të prodhojë politika në Kosovë? Një tjetër krizë të zgjatur që mund shkojë në zgjedhje të reja, apo ndoshta një kompromis për hir të rrethanave dhe gjeopolitike? Gjykata kushtetuese ditë më parë e dha një lloj vendimi për të zhbllokuar situatën në kuvend, por megjithatë mendoj që vendimi i gjykatës kushtetuese nuk ka qenë ai duhuri, apo nuk është sqaruar në mënyrën më të mirë të mundshme për ta kuptuar edhe pozita edhe opozita gjendjen e cila është krijuar tash e disa ditë apo disa seancë në kuvendin e se po ju ndërpret, ose ndoshta nuk duan ta kuptojnë. Po, ajo opozita, me thonë opozita, sepse partitë që i kanë humbur këto zgjedhje, e kuptojnë shumë mirë, edhe ata e spjegojnë se gjykata kushtetuese gjithmonë në këtë formë vepron, gjithmonë i ka dhënë vendimet jo të prera, jo për të treguar gjitha veprimet, por e ka spjeguar ligjin, rregulloren e kuvendit edhe Kushtetutën e Republikës Kosovës, por pozita, apo në këtë rast, vetëvendosja Albin Kurti e interpretojnë sipas masës apo sipas dëshirës tyre. Edhe ata, veç me paraqitjen në konferencën për shtyp, me njëherë pasi që erdhi vendimi i gjykatës kushtetuese, doli zoti Lau Konjuca dhe e nominuara për kryeparlamentare zonja Albulena Haxhiu, dhe ata paralajmëruan në një farë mënyrë se nuk do ta zbatojnë vendimin e kushtetues, ose do ta zbatojnë, por sipas kutit të tyre. E kuti i tyre dihet cili është, që të shkojnë në pafundësi në këtë format si janë duke shku, dhe të krijojnë të vazhdojnë krizën parlamentare deri në momentin kur Albin Kurti do t'i ketë votat për qeveri. Sepse ai nuk e ka problemin fort të kuvendi, sepse atë po të doj. Sot do t'a formoj, vetëm do t'a ndroj kandidatën, edhe jam i bindun që do të votohet shumë deputet të lëvizjes së vendosjes, përveç Albulena Haxhiut edhe ministrave, të cilët janë aktiv ende në qeverinë Kurti, nuk e marrin votën e opozitës. Derisa brenda kampit prej 48 deputetësh ka mjaft njerëz me autoritet, të cilët do ta ushtronin për mrekulli pozitën e kryetarit, por hallin Albin Kurti e ka se ai nuk i ka votat për qeveri. Dhe kështu dëshiron që mos të kalojnë hapin tjetër, dhe do të vazhdoj kështu derisa ai të vjen të një afat i përshtatshëm për të shkuar në zgjedhje të jashtëzakonshme, që me të shumë gjas muji tetor, dikun pak para zgjedhjeve lokale, një javë para zgjedhjeve lokale, ose një javë prapa pas zgjedhjeve lokale do të kemi zgjedhje përgjithshme, meqense tani asnjë kalkulim nuk mund t'i bëj bashk. Ashtu do t'jetë gjendja që nga ky moment dëshira ka qenë mi bë bashk zgjedhjet, por tani matematikat nuk e japin asnjë mënyrë që të ketë zgjedhjet përbashkëta, zgjedhjet e përgjithshme me zgjedhjet lokale, kështu që ose do të mbahen një javë para, ose një javë mbas zgjedhjeve lokale, kështu që ndikimi i Albinit në zgjedhjet lokale do të jetë shumë i vogël. Po të ishtin me të njëjtën datë, atëherë do të ishte shumë më i madh, edhe do ndikonte që disa komuna t'i kenë kryetarët edhe ato këshilltarët në kuvende komunale nga lëvizja vetëvendosje. Pra mund të themi që fakti që nuk po bën një ditë mund të jetë një fitore vogël që ka arritur opozita, parti që dolën e dyta dhe e treta PTK-ja me LTK-n? Po shiqo, unë mendoj që edhe opozita nuk është apo partitë humbse në këtë rast nuk janë duke luajtur rolin e tyre që ju takon kushtetues.
ato po heshtin, po shkojnë në mbledhje 2 minutëshe edhe më pas po vazhdojnë me të njëjtin ritëm. Unë mendoj edhe shoqëria civile po bën shumë pak sepse kjo gjendje e krijuar me kuvendin e Kosovës vërtet është një tallje, një lojë me publikun, me votuesin, me Kosovën, me popullin e saj që po kalon çaste shumë të rënda, sidomos në këto kohë të vështira të krizës globale, edhe mos flasim për krizën ekonomike e cila e ka kaplu vendin ton dhe Kosova është në gjendjen më të rëndë ekonomike që ndonjëherë ka qenë në historinë e pas luftës. Do ta prek pastaj pak edhe pjesën ekonomike, sigurisht se rreth ekonomisë edhe lufta gjeoekonomie është tani ajo që po ndodh më shumë se gjeopolitik. Por më lejoni t'ju pyes pak edhe tek, pra nisur nga kjo që ju thatë edhe ai takimi i dieshëm me partitë, ka qenë një tallje, pasi fillimi dhe fundi dieshin.